Në mbledhjen e 4 të kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm të BDI-s janë analizuar zhvillimet e fundit në skenën politike, sfidat me të cilat përballet vendi dhe pozicionimet politike lidhur me çështjet me interes për qytetarët. Në këtë drejtim u shkëmbyen qëndrime dhe vlerësime për procesat aktuale politike, si dhe për nevojën e një angazhimi të përgjithshëm në mbrojtje të interesit publik dhe të arritjeve të drejtanishme, thuhet në komunikatën e BDI-s. Kryesia, siç thuhet në komunikatën, theksoi përkushtimin e saj për të vazhduar angazhimin në mbrojtje të interesave të qytetarëve, marrëveshjes së ohrit dhe në funksion të forcimit të rolit të BDI-s në zhvillimet politike në vend. Ndërkohë, përmes një reagimi, integristët kanë komentuar edhe kuvendin themelues të Vlenit në Tetov. Sipas BDI-s, ky kuvend vjen vetëm një ditë pasi shumica qeveritare kaloi në lexim të parë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pa kuota etnike, pa mekanizma mbrojtëse dhe pa sanksione dhe, siç thuhet, për të ripërsëritur narrativen e vjetër të bashkimit. Pas 2 vitesh në qeveri, bilanci vetëm politik i Vlenit është zhbërja sistematike të drejtave të fituara të shqiptarëve, nga dobësimi i mekanizmave të përfaqësimit te relativizimi i përdorimit të gjuhës shqipe dhe heshtja përballë vendimeve që cënojnë barazinë. Kjo garnitur politike ka dëshmuar se nuk ka as vizion dhe as kapacitet për të mbrojtur interesat kombëtare. Para se të flasim për bashkim, sipas BDI-s, Vlen duhet të japë përgjigje qytetarëve se pse pas 2 vitesh në pushtet ka pranuar çmëntimin e mekanizmave që garantonin përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve dhe komuniteteve të tjera. Po ashtu, përmes reagimit, BDI pyet nëse pas 2 vitesh në qeveri, krenaria kryesore janë 1300 nënshkrime, ku janë rezultatet për shqiptarët, ku janë premtimet për barazi, përfaqësim dhe dinjitet. Historia do të kujtoj jo për fjalët që thanë në kuvendet partijake, por për të drejtat që humbën ndërsa ishin në pushtet, thuhet në reagimin e BDI-s.